Një takim domethënës i Vatës në Long Island. Një takim domethënës i patriotëve të Vatës në Long Island, shkëmbime idesh dhe sugjerimet vlefshme për të rritur aktivizimin dhe pjesëmarrjen në aktivitete patriotike, adhetare, kulturore dhe edukative të kësaj deke. Një deke e re e Vatës që bashkon komunitetin dhe afron komunitetin drejt përpjekjeve për zhvilluar më së miri vlerat më të mira kulturore kombëtare, mirënjohje patriotëve shqiptar në Long Island për mbështetjen ndaj Vatës së shkollës shqipe Gjergj Fishta, dhe gjithë bashkë përbëjnë një forcë të madhe vlerash përfaqësuese. Ata zhvilluan një takim domethënës për vazhdimsinë dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare. Është mbretëlënse dëshira për të kontribuar dhe gatishmëria për të shërbyer kauzës kombëtare. Zhvilluan diskutime konstruktive rreth sukseseve veprimtarive, adhetare, financiare dhe transparencës, mirënjohje për kontributorët dhe veprimtarët e palodhur, si dhe u përcaktua agjenda aktiviteteve për vitin në vazhdim. Suksesi ynë sot do të jetë frymëzim për adhetarët në të ardhmen. Mbështetja patriotëve të Long Island për kalendarin e aktiviteteve të Vatës është motivim, shpresë, përgjegjësi e lartë humanitare, komunitare dhe adhetare, vlerësim, mirënjohje e gjithë secilit që është bashkuar projektit ton patriotik, thuhet në njoftim.